Gjendemi brenda xhamisë Banja Bashi në Sofje të Bullgarisë, në qendër të kryeqytetit bullgar. Kjo xhami është ndërtuar në vitin 1566 nga Perëndëria Osmane. Është e vetmja xhami aktive në Bullgari ku falen 5 kohët e namazit, ku edhe i pa disa nga pamjet brenda kësaj xhamie, ku kishte mjaft numër të madh të xhamatit nga vende të ndryshme. Xhamia ka edhe abdeshanën, ka edhe banjën, ka gjitha infrastrukturën e nevojshme që i nevojitet apo i plotëson kushtet një xhami. Në këtë tabel informuese është një pjesë e tregimit apo informacionit për xhamin që e kemi në qendër të Sofjes të Bullgarisë, pashtu edhe dikur pamja që ka qenë në kohën e Perëndërisë Osmane, pashtu pra thamë e kemi në gjuhën angleze dhe në gjuhën bullgare. Pra si që thamë të nderuar miq, kjo xhami i ka dhe banjën dhe abdeshanën, ku shkojmë bashkë me një kolegë të rastësishëm në Sofje të Bullgarisë, po e vizitojmë këtë pjesë. Pasi që po shihni është në gjuhën angleze, pashtu të bullgare dhe arabe. Do të thonë abdeshania apo ku mundi të marrë abdes. Dhe kjo është pra abdesi apo abdeshania ku mundi të marrë gjithë ata vizitorë që falin namaz.